Për pasojat, u përmenden edhe prej Eugenit, prej planit rritjes të BE-s, pasojat për antarësim në Këshillit të Evropës, në NATO, tek çështja e çmimit të energjisë elektrike, masani zinxhir, shporta, rritja e shportës ushqimore, edhe këtu po përmenden, po se fundi prap do të jetë kryeparlamentari i lëvizjes vendosje, qoftë zonja Agjiu, qoftë dikush tjetër, varet se si do të shkojë procesi, po pyetja jam është, ose koment pyetje, është që pse PDK, LDK dhe AK e nisma, kur dihet që janë 52-3 deputet, pse nuk ndërmerrni iniciativë që ose me bë koalicion, ose me bë për qëllime të përbashkëta për këto pasojat që mos me evitu. Ne patëm një kërkesë të zonës Bajrami, një kërkesë për shtyrjen e afatit për rritjen për zgjerimin e ofruesve të shërbimeve të energjisë elektrike. Por këtë bëhej, po them, me një platformë ku dilet që të dihet çka do të bëhet me Këshillin e Evropës në rrugën përpara, në NATO, tek çmimi i energjisë elektrike dhe çështjet e tjera të cilat ne tashmë po i vujmë pasojat apo. Donë është pse përderisa dihet që lëvizja vendosje nuk do të ketë 61 vota aktualisht ata që e dim, nuk i ka, ndërkohë nuk shkojnë më shumë se sa 53, 54, 57 vota për kryetar të kuvendit, pse nuk ka një bashkim të partive opozitare, kur dihet gjatë legjislaturës 8, edhe PDK, edhe LDK, edhe AK, po veçanërisht PDK dhe LDK, kanë pasur bashkëpunim në temat më të rëndësishme të reformave për të cilat lëvizja vendosje ka pretenduar se do të më çu përpara. Drejtësi, skemat pensionale, në sociale, në çështjet fiskale. PDK ka pasur një ligj për TVSH-n që është rrëzuar me njëherë në leximin e parë nga shumica parlamentare, janë edhe disa ligje të tjera, janë një pasojë që si IKD kemi përmendur gjatë vitit 2024 prej gushit ku nuk është duke u zbatuar aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për ligjin për paga në sektorin publik. Rrezikon sistemi i drejtësisë me u vërshu prej landëve me mbi 94.000 lanë të tilla, dami minimal në miliona euro do të jetë 35 miliona euro, ndërkohë maksimumi do të mritë 100-130 miliona euro. Domethënë është pse nuk ka një bashkim opozitar i dikurshëm që për temat të cilat kanë qenë gjatë legjislaturës së 8 dhe tani aktualisht dhe të mos pritet ta zëm kjo se e tha dhe Eugeni, një kryetar tjetër mund të jetë i njëjtë, sepse vjen nga partia e njëjtë, drejtimi do ta ketë ndoshta të njëjtë. Por pse nuk bëhet një bashkim i tillë për qëllime, ide, programe dhe platformë se si me dal prej kësaj pjese. Në ndërkohë ti bëhet ftesë edhe partive të komuniteteve jo shumicë, edhe ndoshta të debatohej për komunën që e kërkon zonja Balje, ndoshta është e arsyeshme të jetë një komunë e tillë, ose për tema të tjera të cilat i rëndojnë komunitetet. Në fakt, pozicioni i PDK-s për një me për fillimet dhe qytetarët e kanë pa, u kanë shumë proaktiv. Pra, nëse ka një parti politike mrena Kuvendit të Republikës Kosovës që ka një gjendje me bë kompromise të çfarëdorshme vetëm për krijimin e institucioneve, ka qenë Partia Demokratike e Kosovës. Ne kemi thonë edhe kryetari ka thonë, kandidati për kryeministër ka thonë që na jemi të gatshëm me bë edhe një qeveri e përbërë nga opozita. Ne kemi qenë proaktiv kur kemi marrë ftesë për zotit Kurti me shku. Ne kemi qenë proaktiv mos me bloku, pra nuk kemi thonë që ne nuk e votojmë askën nga lëvizja vendosje. Po kemi qenë proaktiv, kemi dëshiruar me hap rrugë, me qel rrugë për me ndodh krimi i institucionit të Republikës Kosovës. Pra nuk kemi qenë pengus, as nuk kemi qenë maksimalist në kërkesat tona, sepse e dim gjendjen çfarë është, e dim kënë kemi përballë, edhe kemi kriju, si më thonë, mundësi për mu tërheq, mundësi për exit strategy. Dhe unë mendoj që PDK-ja ka thonë maksimumin. Ne jemi të gatshëm nesër kur të na vjen në radha që ta bëjmë edhe qeverinë e opozitës. Ju e dini që kandidati për kryeministër, zoti Bedri Hamza, e ka pas vetëm një kërkesë për opozitën. Vetëm një kërkesë. Me ullë edhe me bisedu, që kjo është kërkesa. Dhe thot me ullë edhe me bisedu për të gjitha temat, për të gjitha anët programore, se çfarë programe du të përfshihet edhe për posë edhe për kejtë. Pra, kërkesa e vetme për të kësë ka qenë mullë. Edhe unë besoj që, do më thonë, na kemi takime çdo 4 tetor
me kolegët tonë edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe në AK, një gjë qytetar duhet me ditë që askush nuk është i lumtur për këtë pozitën e të cilën jemi. Të është kogja marrë edhe për mu si deputet me shku çdo 48 orë edhe me përjetu qatë cirk çfarë na e përjetojmë. Është marrë kur ti i del përballë edhe babës thanë. Dhe kur pritit e ti kanë qenë për ty ndryshe, i del qytetarit, i del votuesve tu. Edhe, po unë mendoj që përgjithësia në këtë rast, përjashto këtë faktin që opozita është e hapur ndaj media dhe ndaj juve dhe nuk ju kanë parë mik edhe kur kemi qenë qeveri. Do të thotë, edhe kur kemi qenë qeveri, a shumë tha që ka ardhur qëto në KTV. Edhe është ballafaqur me pyetje shumë shira, shumë të rana, me debate shumë të rana, po ka ardhur. Edhe tash, duke qenë na prezente për media, duke qenë aktiv, edhe duke përgjigj mediave dhe shoqërisë civile, ka njerë në Kosovë edhe e kemi në lëvizjen vetëvendosur në anën tjetër që nuk i përgjigjet, që i demonizon, që i etiketon mediat, po krijohet perceptime që disi fajtorë që janë kënej ma shumë ka opozita, po në fakt ne kemi një parti e cila ka festu fitore në shesh, e cila po thot që i ka fitu zgjedhjet, e cila është arrogante ndaj opozitës, i qunë bashkëpunëtorët fuqishët, shoqërinë civile, mediat. Do të thotë, Zoti Kurti në këto 20 vjet para mendo, e ka demonizu të gjitha adresat që dikur kanë qenë epicenter konsenzusi shoqëror. Ta ka demonizu gjykatën kushtetuese. E ka demonizu ambasadën amerikane. Pra krejt këto kanë qenë institucione që kanë qenë epicenter konsenzusi shoqëror. Ti ka rënu. Ta ka rënu opozitën, ti ka rënu mediat dhe ka kriju perceptimin që ai është zavendësim i krejt këtyne. Pra ai i zavendëson këto. Edhe unë mendoj që është një rrezik i cili kësaj radhe, për shkak të numrave, nuk duhet me kalu. Kjo arrogancë e tij nuk duhet me kalu. Edhe njerëzit dhe qytetarët e Kosovës për herë të parë e kanë mundësinë me pa, sepse deri me tani ai përmes trikave të David Copperfield, si një iluzionist që është, edhe mashtrues optik, ka arrit disi me mshef fajin, duke u viktimizu edhe duke etiketu kundërshtarët politik. Po tani më nuk po ka mundësi, se çdo 48 orë po vjen aty, çdo ditë vjen më nervoz se para 48 orë e kalume, edhe qytetarët e Republikës po e shohin që për me dal nga kriza është në dorën e Albin Kurtit. Veç me thonë Albolenës, Albolen nuk je më, edhe që peqesim edhe dikon tjetër.